Të nderuar shikues të emisionit Business Plus. Sot gjendemi pranë Universitetit të Evropës Juglindore, ku do të diskutojmë me profesorin universitar Abdulmenaf Bexhetin sa i përket gjendjes ekonomike në vendin tonë, marrë parasysh sulmet globale të cilat ndodhen nga luftrat të ndryshme në lindjet mesme, por dhe lufta në Evropë sa i përket Rusisë dhe Ukrainës, impakti i tyre në vendin tonë. Çka pritet të ndodhë më tej, pasi që shumica friksohen nga mungesa e derivateve të naftës, gjë që është një zinxhir i cili do të lidh edhe prodhimtarinë në vendin tonë, nga çka mund pasojnë përpes rritjes çmimeve derivateve të naftës, rritjes së naftës për bujqit, mund pasoj si zinxhir dhe rritja e produkteve ushqimore. Cila është më me rëndësi që të intervenohet në këto moment, do të diskutojmë me profesorin universitar, por gjithashtu edhe sa i përket gjendjes aktuale ekonomike, ndërhyrjeve ku shteti duhet të bëjë për të pasur një rritje më të madhe, gjithsesi për të pasur një kondicion të mirë në buxhet. Pas pak do të mund të ndiqni intervistën e plot me profesor Abdulmenaf Bexhet. Profesor i nderuar, i falenderoj fillimisht për përgjigjen pozitive për të qenë pjesë e emisionit Business Plus në televizionin publik. Shpresoj që kjo intervistë të jetë një intervistë e përshtatshme për kohën me cilët ndodhemi aktualisht në nivel global ekonomik, por edhe ekonominë e brendshme. Atëherë fillimisht ta fillojmë këtë bisedë me atë se çfarë po ndodh në krizën globale, marrë parasysh konfliktet e shumta dhe situata ekonomike për luftën kush do të udhëheqë ekonominë botërore. Falenderoj gazmen për ftesën, mundësinë dhe ne kemi detyrim fundja që të përgjigjemi thirrjeve tuaja për këto aspekte, edhe pse jo gjithmonë jemi në gjendje të disponueshme varësisht nga angazhimet e mëdha që i kemi, por sido që të jetë është kënaqësia ime që të jem pjesë e këtij emisioni. Në fakt, ekonomia globale është e goditur akoma pa qenë e rikuperuar nga goditjet paraprake. Pra, ne jemi akoma në një luftë në mes të Evropës, rastin e luftës së Ukrainës. Akoma nuk kemi rikuperimet e plota të sektorëve të furnizimit stabil të sistemit, posaçërisht energjensat apo sektorit energjetik. Akoma tregjet janë të trazuara gjithandej dhe pa u rikuperuar, ekonomia globale po hiri në një krizë të re të luftës lindjen e mesme, më saktë në Gjirin Persik dhe në sulmet që i ndodhen nga SBA dhe Izraeli Iranit. Padyshim që unë kam, ditën që ndodhi kjo, kam postuar një analizë të shkurt në lidhje me atë se çfarë pritet të ndodhë gjithë ky trazim i përnjëhershëm, se është goxha serioz, edhe pse nuk o, të them, i befasueshëm, se ka qenë i paralajmërueshëm disa herë. Dhe se kjo do të godas goxha shumë tregjet globale, me mundësi që brenda një kohe shumë të shkurt, për shkak se punohet për produkte dhe mallra të cilët kanë zinxhir shumë të lartë të ndikimit në gjitha produktet dhe në gjitha tregjet, dhe nuk është si ato valët e largta në det, po janë aty diku në breg, dhe gati përfshin të gjithë bregun e çmimeve, në asortimentin e prodhimeve, sepse në fakt Irani edhe si prodhues është, sipas disa raporteve i dyti, me 20% të eksportit të naftës, sipas disa raporteve i treti, varësisht në çka dhe kush e raporton. Në këtë aspekt, 20 milion barel naftë të eksportonin në dytë, dhe për një herë të reduktohet kjo është impakti shumë i fuqishëm në tregjet globale, sepse këta kanë furnizuar, para se di është tregjet më të fuqishme globale në rritje të fuqishme, si Kinën, Indin, Japonin, Koren jugore, por edhe një pjesë të Evropës. Kjo është në pjesën e aspektit të prodhimit. Ku kësaj do të shtohet edhe aspekti i kostove të shtuara
të transportit për shkak të pengesave dhe mos qarkullimit të rregullt në ngushticën e Hormuzit, kjo e bën problemin dyfish më të vështirë dhe realisht pothuajse menjëherë i ndjejtëm efektet negative në çmimet e naftës, më pas normal edhe çmime tjera të mallrave strategjik, sepse në instancë fundit ajo thash është input apo element hyrës në zinxhirin e çdo produkti dhe shërbimit. Dhe ne pasojat e para i vërejtëm mbas 4-5 ditësh me njerë. S'mbajmë mend edhe ne këtu në tregun tonë që Komisioni Regulator të ketë bërë një shtrejtim kaq të lartë të derivateve të naftës në tregtinë me pakic në vlerë për njëhershme për 14-15%. Në fakt 14.5 denar të rritet njëri derivat dhe tjetri pak më pak. Ashtu që kjo me njëherë nga koston të gjithë prodhuesve, gjithë shërbimeve dhe efektet zinxhirore do të mbështeten. Ajo që është në makroekonomi efekti edhe më i rrezikshëm është impakti në nxitjen, stimulimin e spiralës së inflacionit, të cilës sapo arritëm ta stabilizojmë. Vitin e kaluar ne mbillëm me rreth 4% në shkallë vjetore dhe si vjet kishim projektuar 2.5%. Por ja që këto situata përsëri do të ndikojnë që vështirë se do mund ta mbajmë nën kontroll inflacionin me këtë shkallë të caktuar të litjes dhe mandej kjo përsëri në efektet e veta zinxhirore ka do ketë impakte në të ashtu quajturat indeksimet e shumë produkteve, por edhe të kostove tjera, me njërë indeksimi pagave, indeksimi pensioneve dhe indeksime tjera të cilat dalin si pasojë kësaj. Profesor, në rast kur kemi një inflacion të importuar, në rastin konkret në vendin tonë të cili mundohet nga kjo krizë globale dhe aktualisht kur përballemi edhe me një rritje ekonomike të ngadalt, cilat mund të jenë rezultatet e ardhshme në aspektin ekonomik ku mund të gjejmë edhe stagflacion, mund do të thotë japim përkufizime të tilla që në të ardhmen nuk kemi një politikë e cila mund ta menaxhojë pasi që nuk kemi një investim të trashëguar më herët afatgjatë për të përballur me kësaj lloj krizash, marr parasysh importin e naftës, pavarësinë energjetike dhe kjo padyshim që e solli një çmim të rrit naftës tek ne. Mirë, po akoma nuk ka filluar që zinxhiri tjetër të ngritë çmimet përpos naftës, pasi që e dim se shumë prodhimtari varen nga burimi i naftës. Eksakt. Pikërisht është kjo ajo që përmenda paraprakisht dhe se goditjet do të jenë multiplikuese, do të jenë metastazuese në vazhdën e mëtejme. Këtë kjo varet nga sa do zgjat kjo gjendje në linjën e mesme. Normalisht, në rast se gjendja do vazhdoj të jetë kaq e tensionuar, dhe bile ndoshta, mos e dhënë Zoti, edhe të eskaloj edhe më shumë, sigurisht që ajo do ndikojë edhe në shumë industri të tjera. Pra unë përmenda vetëm fillimet, valet e para që do impaktojnë dhe ne e vrejtëm me njerë pasojat e atij impakti. Por, vazhdojnë se një vale madhe do sjellë shumë valë ndjekse të vogla, të cilët gradualisht, por kumulativisht do merren krejt efekti tyre, rezultati, siç përmendet çfarë efekti do ketë, rezultanta do të jetë goditëse. Nëse do vazhdoj që të mos qetësohen çmimet në nivel të kontrollueshëm, pra me automatizëm, nivelet e larta të inflacionit mund të shkaktojnë edhe rënje të ekonomisë. Dhe atër, ku kemi dy fenomene negative, është rasti që ne e emërojmë si stagflacioni, që nënkupton rritje negative dhe inflacion të lartë. Dytë që janë njëjtën kohë. Dhe nuk është se nuk ka ndodhur kështu situata, por këtë kjo do varet sa do zjas. E dyta, vendet e vogla dhe kryesisht shumë të hapura, me ekonomi të hapura, siç janë vendet tona, jo vetëm Maqedonia, njëjtin rast e keni ju, qoftë me Shqipëri, Kosova, Malizi, Serbia dhe shumë vende tjera, të cilët janë në një mënyrë goxha të hapura në shkëmbimin tregtar, sepse te ne indeksi shkon
165 i produktit bruto vendor në hapjen e ekonomisë, që nuk kupton. Nëse produkti bruto vendor është 15 miliard, në shkëmbimin tregtar kemi deri 21 miliard, 22 miliard në vit. Pra, kjo është e papërballueshme për situata të këtilla. Dhe atëherë inflacioni importuar është shumë më shpejt i multiplikuar apo i shumë fishuar edhe në efektet e çdo hallke të zinxhirit në spektrin e asortimentet të prodhimeve dhe shërbimeve. Dhe ekonomitë si tonat, që janë fragile, që janë të lëndueshme shpejt dhe që janë kaq të hapura, zakonisht në fazat e para duhet të kenë institucione të cilat janë shumë koshiente dhe njëkohësisht janë kujdestare të amortizimit të goditjeve të para. Sikur kishim pas në një situatë të tillë që qeveria u desh të intervenoj shumë shpejt me rezervat e veta të mallrave strategjike, posaçërisht të derivateve të naftës, me që dëgjuam se nga kryeministri se kemi rezerva të mjaftueshme për ta qetësuar panikun që është kuptuar deklaratë e nevojshme, e dobishme, pas deklaratës u desh të veprohet. Pra që të mos lejohet një rritje kaq e madhe dhe impaktim kaq goditje të fuqishme te konsumatorët. Se 10% e konsumatorëve nuk e ndjejnë atë çmim. Ose le të jemi 20%, të tillë që nuk e ndjejnë atë çmim. Po 70-80% të konsumatorëve tjerë e ndjejnë direkt. Çka të bëj ai bujku, i cili tani në pranverë duhet fillot me lëvrimin e tokës. Çka të bëjmë gjithë ato iniciativa tjera bujqësore që pa makineri nuk lëviz dot. Pra imagjinoni se edhe ato pak aktivitete bujqësore do impaktojnë me njerë në bujqësi. Dhe ka shkuar nafta që përdoret për lëvizje të makinave në bujqësi në 83 denar, më lartë se çdo produkt tjetër. Pra, qeveria u desh që të reagoj më njëherë këtë për ta amortizu efektin e goditjeve të para. Se këta janë edhe që shkaktojnë pritshmëri. Pra, normal që pasi do ketë të tillë kompani të tilla të cilët i presin këto momente, që i quajmë ne spekulatorët e tregut, që i presin momentumet për përfitime pa merituara, ato që përdorin një fjalë maqedona si thon altçnost, pra përfitime të momentit për të rrit super profitet e tyre, dhe ato nuk reagojnë me apelet tuaja. Pra dëgjojmë si bën apel ministri, si bën apel kryeministri, si do bëj unë apel që bëra që ditën e parë, kur postova në kuptim që të kursehet të kështu me radhë, jemi të kujdesshëm se nuk bëjnë këto punë me apele. Pra, jemi të sinqert. Po deshëm vetëm që të mos penetroj paniku më njëherë, por realisht duhet bën me veprime. Dhe këto veprime duhet të jenë të targetuara, që në mënyrë apo tjetër të identifikohen, të targetohen vetëm shtresat në nevojë. Pa pjesë e popullatës e qytetarëve që janë në nevojë. Të targetohen vetëm ato të cilët duhet ta mbajnë ritmin e prodhimtarisë. Kur themi ritmi prodhimtarisë i bujqësisë, prodhimtaria primare bujqësore dhe shumë të tjera pastaj në hallkat e mëvonshme të zinxhirit, nëse kjo do vazhdoj që të jetë. Pra këtu janë problemet e efekteve që mund të shkaktojnë edhe rritje inflatorike, sepse mbi bazën e pritshmërive. Teoria pritshmërive, expectation theory, është teori që ka marrë çmim Nobel. Dhe sot është shumë e rëndësishme, çdo ekonomist, dhe jo vetëm, duhet të di se vetëm agentët ekonomik, por edhe konsumatorët, pra të dy krahët e ekonomisë, edhe konsumatorët, edhe agentët ekonomik operatorët, veprojnë dhe marrin veprime mbi bazën edhe të pritjeve, pritshmërive. Dhe nëse këto dy gjëra nuk janë të menaxhuara si duhet, të koordinuara, normalisht që efekti do të jetë negativ.
Profesor, ka qenë edhe kriza e Covidit dhe masat të cilët zakonisht si qeveri apo si shtet, ne i marrim pasi që na ndodh një sulm. Ajo që ju e cekët të reagojmë në bazë të pritshmërive se çfarë mund ndodh në të ardhmen. E përmendë që tani përpos deklaratës që kemi rezerva të mjaftueshme të naftës, duhet të intervenohej me kohë. A mendon se ne si shtet fillimisht presim të goditemi dhe pastaj të subvencionojmë pasi që të vetëm në teori që dim të bëjmë në ekonomi është subvencionimi pas goditjes krizave, marrë parasysh edhe në Covid të cilët u subvencionuan kompani të ndryshme, po pastaj mund të ndodhe edhe tani që dalim vetëm me masat kufizimit të çmimit. Fatkeqësisht institucionet e dobta, ku them institucionet e dobta në kuptojmë të gjitha sferat dhe shtyllat institucionale në shtet. Nuk flas vetëm për qeverinë apo vendimbërje qeveritare, se këtu i ke edhe instanca tjera, ke institucione tjera të pavarura, ke institucione përcjellëse, ke qeverisje lokale, ke nivele të ndryshme të pushtetit, ke bankën qendrore të shtetit e kështu me radhë, pra ka shumë institucione, dhe nëse këto nuk janë të mjaftueshme, vigjilente, që të ndjekin këtë proces, dikush t'i alarmoj vendimbërësit se duhet bërë me njerë kjo punë që të parandalohen këto, normalisht që pastaj do reagohet post festum. Dhe ne, jo vetëm me masat e Covidit, për cilët kanë qenë të ndërtuara ashtu si që kanë qenë, po unë mendoj se megjithatë në një masë të madhe në komponentën sociale, ata i kanë dhënë efektin e vetë. Komponenta ekonomike është në piqje. Pra, komponenta ekonomike është që të mos ndalet dhëmbëzori i ekonomisë, atë që edhe ju vetë e përmendet. Pra, se këtu ka dy aspekte shumë të rëndësishme. Si të ruani, të them, kujdesin social për goditjet që i marrin shtresat në nevojë, grupet sociale, komunitetin në nevojë, që është shumë e rëndësishme, dhe si goditet biznesi dhe cilët biznese. Ka biznese të cilët në veprimtari ato përfitojnë. Dhe tani post festum të dëgjojsh duke vrapu inspektorët në përtregje për t'i pa rezervat në një anë dhe për t'i pa marzhat në anën tjetër. Pra, duhet të funksionojnë në mënyrë shumë të koordinuar dhe të përnjëhershme, sa më herët të veprohet aq më mirë dhe më lirë del. Sepse më vonë keni kostot shtuara, e keni parasysh. Mbastej, ku themi institucione, duhet të shohim nga momenti ku ndërtohet vendimi, ose nga momenti ku bëhet goditja, ndërtimi vendimit dhe transmisioni vendimit në realizim. Pra kalon një periudhë, kanalet transmisionit në shtetet jo funksionale, për cilët kemi gjithmonë kritika, edhe nga BE-ja se sa jemi me institucionet të dobta, dhe jo vetëm ne, i gjithë rajoni. Pra nga momenti ku e bëm vendimin, deri te momenti i realizimit vendimit. Se kjo kalon në për një, të ashtu që ne i themi kanali transmisionit, për të efekti i shfrytëzuesit të fundit, se aty do të pritet ndikimi, realisht jemi të vënuar. Jemi gjithmonë të vënuar. Ne jemi shtet të cilin nuk kemi një institucion përgjedhjes që i parashikon të gjitha këto goditje makroekonomike nga rafshi global deri në rafshin vendor, shumë lokal. Nuk i parashikon në moment dhe me njëherë të ketë sisteme të tilla, modelime makroekonomike të tilla që të ushqej kompjuterin dhe të tregoj rezultantën çfarë pasoja do ketë. Pra ne s'kemi një institucion të tillë. I bën Banka Qendrore, bën projekcione të tilla edhe Ministria e Financës, bën projekcione të tilla edhe ne si Këshill Fiskal, po këto janë post festum. Pas një muaj gjys, 2 muaj. Pas 2 muaj do gjenin faqen e Bankës Qendrore si qëndron puna me inflacionin. Çfarë impakti do ketë? Nuk krim punë kjo. Është e vonshme. Pra, a shtete serioze, për shembull, rastin po ju tregoj konkret, rasti Slovenisë. Slovenia ka institut që punon në modelime dhe projekcione makroekonomike ad hoc,
që atë natë kërë ka ndodhë goditja, ata i kanë bërë variablat dhe i kanë fut në sistem, nesrit i kanë rezultatet, i bëjnë simulimet me të ashtu quajturat nëse, ekonomia është kënë shoqore, pra ne gjithë në shpjegimet në ekonomi i kemi me supozime, apo if. Pra e fillojmë me nëse dhe vetëm nëse, kjo do jetë rezultati. Merk njërën variabel, 2, 3, 10, 20 variabla, lidhjet atyre variablave, qëfar ndërvarësie kanë reciproke, dhe qëfar do jetë efekti përfundimtar. Dhe ne kështu kapacitet institucional kemi ndërtu në shtet, dhe për këtë nuk është fajtor kjo garnitur qeverise. Janë të gjitha garniturat qeverise tash e 35 vite. Tash e 30 vite unë po shkruaj vazhdimisht për nevojën e madhe, për të kriju një institut të tillë, po jo instituti politikës ditore, që do bëjë interpretime si t'i fri era partisë, por institut që do bëjë në bazë të objektivave dhe në bazë të realitetit, dhe që të mund të del në mënyrë sa më të shpejtë të mundshme se çka mund dhe duhet të bëhet. Ne nuk i kemi. Profesor, nga goditja në lindjen e mesme, sa i përket luftës për lider apo udhëheqës të ri botëror ekonomik, në mënyrë indirekte shifët që kjo luftë është më shumë tregtare sa i përket goditjen ndaj Kinës dhe ndaj shteteve aziatike, gjë që e dim që shkëmbimi tregtar ne me këto vende aziatike kemi pak më të lartë se sa me vendet e lindjes së mesme. Dhe pikërisht të ndalemi këtu te kjo pjesa që sa ne kalkulojmë për të parë mundësitë e tjera të importimit të atyre të njëjtave produkte për cilat ne importojmë nga ato vende që padyshim mund të jetë kosto e importuar nga vendet e goditura për shkak naftës dhe luftës tjetër, dhe cila është pozita jonë në këtë moment, me çfarë mund përballemi në të ardhmen në qoftë se nuk i paraprim kësaj situate duke ditur shkëmbimin e madh tregtar që kemi me vendet aziatike. Shiko Gazben, të shkëmbimi jonë tregtar nuk është të them aq reprezentativ me vendet aziatike, ashtu si nuk është edhe aq në vlerë të lartë edhe me SBA-n. Ne jemi dominant shkëmbijës me Evropën, me regionin. Po të marrim këtu regionin tonë, Evropa dhe Turqia bëjnë diku rreth 90% të shkëmbimit tonë tregtar. Si në anën e importit, ashtu edhe në anën e eksportit. Pra ne, edhe si shtet, po flasim Maqedoni, 65% të eksportit e kemi në BE, në vendet e BE-s. Që direkt ndoshta për post çmimeve të energjenseve, nga këto tregje, ne nuk mund godit, edhe implikacioni që do shkaktojnë në inflacion, ne nuk presim se mund të goditemi diçka drejt për drejt në aspekte tjera. Po ne do goditemi në aspektin e ndikimit të kësaj krize globale sa do ketë edhe në Evropë, dhe përmes Evropës për cilët tek ne. Dhe kjo është goditja shumë e madhe. Sepse ne, lere që jemi shumë të hapur, ne bilancin tregtar kemi shumë negativ. Në 35% kemi deficit tregtar, që të thot në 35% më shumë importojmë se eksportojmë. Vendet tjera përres edhe më keq. Pra Kosova është 80% e mvarur nga importi. Shqipëria është 60-55% e mvarur nga importi. E kështu me radhë. Pra po që se të shikojmë këto relacione, atëherë ne duhet të kuptojmë edhe implikacione tjera që do ndodhin. Ne në çështjen e çmimeve të derivateve të naftës mund të goditemi në të dy anët. Në njërin anë rritjen e çmimit dhe kostot e transportit, në anën tjetër rritjen e vlerës së dollarit. Pra, sepse një pjesë më e madhe e këtyre goditjeve siç thatë ju, ka motive prapavin ekonomike. Goditjet po flas të aspekteve të luftës, dhe ajo nuk është e panjohur se këto gjëra po ndodhin edhe për këto arsye. Nuk është se për ta çliru, bindja ime është personale. Nuk është për ta demokratizu qeverisjen teokratike të Iranit. Se e kemi pa këtë film edhe në të ashtu qytën pranverën arabe. Se shkatron krejt Afrikën veriore dhe ma në fund nuk i arritën objektivat dhe targetet. Dhe kjo është shumë e qartë. Mi po, kjo është fuqia e të fortit.
prishje e rendit botëror. Nuk mund të ndikojmë ne, aq më pak ne. Ku themi ne, vendet kaq të vogla, kaq të varura, dhe kur ke mangësi të brendshme në kuptim të institucioneve të dopta, ti ke qeverisje servilosëse. Pra ti gjithë garniturën qeverisje për të mbijetu, ata u servilosen. 3-4 kryeministrat që natën e parë i bën në një mënyrë apo tjetër mbështetje aksionit izraelito-amerikan në Iran. Çfarë ndikimi kanë ato? Kujt i servilosen? Po sigurisht kanë dobësim brenda në qeverisje të tyre dhe tani duhet të kenë mbështetje nga superfuqitë për të mbijetu. Çka mund të ndihmojnë realisht superfuqitë në këtë rast kur ne jemi në një kaos ekonomik? Profesor Bexheti, pasi që e quheni një servilosi të tillë, për çfarë qëllimi mund të... Shikon, ne ende kemi kriju perceptimin publik se po e patëm mirë me SBA-n dhe ato që e kanë mirë me SBA-n, ato do mbijetojnë edhe politikisht. Që unë nuk jam i bindur deri në fund. Se në instancë fundit, me parimet e veta dhe me qeverisjen e mirë, SBA është duke godit gjithnjë më tepër për shkak qeverisjes keqe. Dhe aty nuk mundesh njëjtën kohë ta luash rolin e dyfisht. Pra, kur këta të cilët mendojnë se do marrin mbështetje nga, të them, superfuqia botërore, mbi bazën e asaj se u servilosen, e kanë vetëm gabim. Por opinionin brendshëm është kriju ashtu. Edhe ata e din. Aktorët që e bëjnë këtë punë. Ata e din ku deklarojnë kështu se janë të vetëdijshëm. Por e kanë kriju, gazment, është kriju perceptimin brendshëm politik në vendet tona, posaçërisht në vendet e Ballkanit Perëndimor, se nëse ke mbështetjen e superfuqisë, pra ti je edhe politikisht i fortë, që nuk është vetëm e vërtet. Se ata superfuqinë nuk mbështesin qeverisjet dopta, nuk mbështesin korrupsionin, prandaj kanë investuar qindra miliona euro për të ngrit shtetin e së drejtës, si në Shqipëri, si në Maqedoni, si kudo, për të bërë institucione të fuqishme. Dhe gjithkohës unë po flas për institucione. Pra, në këto situata nuk ndihmojnë dot, po ndihmojnë te perceptimi publik, se publiku e ka kriju dhe publiku nuk është kaq informuar thellë që t'i bëj këto analiza. Sa realisht, profesor, në aspekt ekonomik flitet në mes këtyre fuqive të mëdha botërore me shtetin ton duke pas parasysh impaktin që mund kemi ne, apo është vetëm ajo për ta defokusuar opinionin, sepse shikon ne jemi mirë sepse po e pranojmë atë që po bën Amerika me kolloj sulmesh në vendet e patëm edhe në Venezuelë. Mendoj se në mënyrë figurative të shprehet, ajo është bile t'jemi edhe ma i kujdesshëm në këtë aspekt. Ne jemi një pikuj në oqean për ato vende në aspektin e interesave të tyre ekonomike. Pra, thjesht ne vetë, në një mënyrë apo tjetër, duam të shitemi si të tillë. Sepse, çfarë më ju thamë, produkti bruto vendor i krejt Ballkanit Perëndimor, i 6 shteteve, jo vetëm ne, si Maqedoni, pra i 6 shteteve, shkon më pak se 1.5% të produktit bruto vendor të këtë BE-s. Pra shikoni sa pak jemi. A jemi 16-17 milion njerëz. Qatë peshë kemi në BE, e mos flas në Amerikë. Me fuqit, super fuqit e mëdha e kështu me radhë. Ne nuk kemi gjendje një aeroplan Suhoi ta blejmë në vit. Ato po flasin për B2, B20. E kështu me radhë. Jemi këtësisht të dhe thjesht imagjinar. Thjesht imagjinar. Absolut. Profesor, kondicioni i buxhetit është shumë i goditur, flitet gjithandej që parat në buxhet mungojnë, borxhi publik është në rritje dhe sipas projeksioneve të tilla del që 60% kemi borxh publik ndaj GDP-s dhe këtu ngec edhe çështja se a mund të marrim kredi të reja, pasi që mund të kalojmë edhe nivelin prej 60% të borxhit publik. Çka po e stis mungesën e fondeve buxhetore dhe mos rritjen ekonomike në vendin tonë për mbulu këta borxhe publike?
Për momentin, prerja të them fiskale apo buxhetore është me likuiditet të qëndrueshëm në afat shkurt. Po nuk e dim si do të jetë në një afat pak më të mesëm e më të gjatë. E dyta është momentumi që është kriju bindja se buxheti ka probleme të kondicionit të likuiditetit, edhe për shkak disa shpenzime të forcuara që në fillim viti paguan për projekte të cilet në një mënyrë apo tjetër nuk kanë qenë të sekvencionuara sa duhet gjatë kontraktimit. Për shembull, ne paguam diku rreth mbi 100 milion euro për një herë në fillim vitit për korridorin 8, Bertelenkës. Më pas, kur keni masa kaq të mëdha të pagesave të përnjëhershme, ju rezulton që 70-80% të deficitit për tanë vitin, deficitit buxhetor për tanë vitin, do të shpenzoni për 2 muaj, 3 muaj. Dhe ju nëse sot e shikoni, ne gati kemi diferencë midis të ardhurave publike dhe shpenzime publike gjysmë miliardi. Ndërkohë që këtë deficitin e kemi 650-700 milion. Pra, ne 80% të deficitit e kemi harxuar për 2 muaj e gjysmë. Po sigurisht nuk do jenë ato detyrime në vazhdimsi, sepse shpenzimet kapitale ja realizu në nivel tanë vitit, për 2 muaj ja realizu 25%, ndërkohë që duhet të jenë të realizu me 15%. Pra me automatizëm, këndej ke pengesë, ke harxhu deficitin, por këndej ke realizu pagesat për investimet kapitale kështu me radhë. Pra nëse shikohen në moment, në afat të shkurt, dukshëm se kondicioni buxhetor lëngon. Por në anën tjetër, duhet kemi parasysh se ne jemi shteti vetëm që tash e 2-3 vite po themi se s'kemi nevojë të rritim tatimet në asnjë aspekt. S'kemi nevojë të kujdesemi që të reduktojmë lirimet tatimore. Pra, e mbajmë status quo sistemin e të ardhurave publike, ndërkohë që rritim shpenzimet publike. Kërkojmë të rritim pensionet dhe u rriten ato 2 herë, 3 herë. Kërkojmë të rritim pagat dhe u rriten ata disa herë. Tani bëhet presion për rritje të sërishme të pagave dhe pagës minimale e kështu me radhë, për poshtë shpenzime të tjera rritse sociale e të tjera e të tjera. Ajo që është për bindjen time shumë e rëndësishme dhe të nënvizohet, se mendoj se në nivelin e qeverisjes nuk ekziston një bindje dhe një përgjegjësi për mirë qeverisje kolektive si qeveri, që secili ministër i digasterit apo sektorit përkatës të jetë koshient, i vetëdijshëm, vigjilent në situatën që e ka shteti. Dhe të mos shikoj vetëm interesin e vetë ministrisë vetë, po të shikoj si tërsi, e që tash hallet dalin se një ministri i financave bëhet më i keqi, apo e keqi në këtë rast, se është i gjinis femërore, ndërkohë që gjithë tjerët tentojnë të bëhen më të mirë. Kjo nuk shkon. Për çka ndodh kjo profesor? Kjo ndodh për shkak se kanë ambicie personale për shumë çështje, të cilët duhet bëhen në koordinim me, si thot populli, të shtrim këmbët sa e kemi i organin. Pra, ju duhet të merrni edhe kostan përsipër ku ti parashikoni këtë gjë. Mos flasim vetëm qeveria, udhëheqësit lokale, qeverisit lokale janë edhe më keq. Në të di anët, në të di bloqet kushtimisht ranë. Si të komunat shqiptare, po ashtu të ato Maqedonas. Bile të këto dytat edhe më keq. Se kanë mbështetjen më të fuqishme, se kanë edhe kryeministrin kryetar. Eksakt. Pra, në këtë situatë, ata janë duke ne pastruan borxhet që sa herë të komunave. Ose reduktuam më mirë të them, të jem preciz deri në fund. Në çdo 3 vite, 4 vite ne reduktojmë, i përgjithsmojmë borxhet e komunave. Sot i kemi më lart se para 2 vitesh. Çfarë do të thotë? Ato ndërmarrin veprime dhe aktivitete për cilët nuk kanë asnjë përgjegjësi. Përgjegjësia duhet të jetë jo vetëm kundërvajtje ekonomike, por duhet të jetë penale. Si ka mundësi një kryetar i komune të nënshkruajë në aktivitete dhe të nënshkruajë projekt të realizimi pa i pas paratë e siguruara në buxhet? Të siguruara, jo vetëm të planifikuara, të siguruara me likuiditet
dhe atëherë mund të futet në procesin e investimeve vakace. Pra, dhe kjo është shembulli konkret të gjitha institucionet tjera, të cilat në një mënyrë apo tjetër nuk veprojnë në sinergji. Pra, qeveria është trup kolektiv. Dhe buxheti është i përbashkët i konsoliduar, pra dhe kemi buxhetin e konsoliduar të qeverisjes, jo vetëm qeverisë qendrore, qeverisë lokale, të ndërmarrjeve të cilët janë me kapital dominant, ndërmarrjeve publike si qendrore si lokale, ndërmarrjeve shoqëritë aksionare që janë me kapital dominant shtetëror e kështu me radhë. Secila të jetë koshiente. Pak më parë ju përmenda kam nevojë posta të blejnë mjete transportuese. Po ta shohim atëre, a janë më produktive postat? Unë e pranoj postën me 3 javë, 4 javë vonesë. Po më vrasisht se tash i kam blejë veturat e reja. Prapë njëjta është. Ose rritën pagat në shumë sektor, mos përmendi tani konkret, por ja po e marr sektorin e arsimit. U rritën pagat për 2 vjet rreth 70%. Arsimit lartë. A u rrit produktiviteti? Presim ligjëri. Jo. Pra, shikon çfarë diskrepance kemi. Dhe këtu, me këtë sjellje, me këtë vetëdije, apo më mirë thënë, me këtë mendësi, s'ndihmon gjë. Profesor, kjo ndër vite do të thotë marr parasysh edhe qeveritë e kaluara, padyshim, apo lajma të cilat sillen sa i përket korrupsionit në aparatet shtetërore dhe në ministritë kompetente dhe përgjegjëse të cilat flasin, ne i shohim gati çdo vit nga një skandal korruptiv. Po gazmen, po tendenca dhe trendi është përkecues. Dhe nëse ju i ktheheni 25 vite më parë, të shihni si sjell qeveria ose shteti, do shihni diferencën jashtëzakonisht të madhe. Në kuptimin e asaj që, po edhe korrupsioni ka qenë shumë më i vogël. Gjithë aspekt. Kjo është thjesht mungesë e përkushtimit për mirëqeverisje. Se sot vetëm normativisht dhe deklarativisht i kanë gojen plot. Të luftojmë korrupsionin. Funksionoi një shtet me kësaj lloj garniturash, flasim në aspektin e sistemit gjyqësor, pasi që nuk mund që në lagje apo të flitet se ka korrupsion në disa institucione dhe sistemi gjyqësor të mos jetë i vetëdijshëm për këtë që ndodh në vendin tonë. Po si mund të mos jetë i vetëdijshëm aty ku ndodh korrupsioni? Në mikroplan, për ditë i keni ndodhjet e caktuara dhe ata e dinë. Po çfarë pritni ju për këtyre institucioneve? Çfarë do presesh për një institucionit kulmor në të them shtetin e së drejtës? E shihni çfarë deklarate bën kryetari i gjykatës kushtetuese. Ai i cili do të jetë mbrojtësi, pra i kushtetutës. Skandaloze. Dhe çfarë pret më tepër pastaj? Si do të paragjikoni ju si janë institucione tjera? Po e shihni çfarë përgjegjësie kanë njerëzit për cilët flitet se kanë kriju dubioza, kanë kriju korrupsione, kanë kriju... Kush e psoi prej tyre? Ne e dim edhe nga qeverisjet e kaluara, në një mënyrë apo tjetër, sa vepra kishte kundër ish kryeministrit. Po shkoi gjyqësori e ngarkoi për veprën më banale, të them kushtimisht. Ta shtyqoi dosja Tanku, apo Mercedesi i blenduar. Ku është ai Mercedes? Prapë të shteti është. Ai ka bërë vetëm gabim etik, moral, po pse unë do që për atë parën? Që të mundet të përshkruje se jam i përndjekur politikisht. Dhe që të merë azil politik. A jemi shtet që udhëheqemi nga oligarkët? Po nuk e di a udhëheqemi nga oligarkët, po që ndikohemi nga oligarkët, po se po. Për shkak se me thënë që udhëheqemi prej tyre, nuk besoj deri në atë mas, po sponsorizojnë parti politike. Sigurisht. Po prandaj thash, jo që udhëheqemi, po që ndikojnë. Pra edhe intensiteti ndikimit është i ndryshëm, po sigurisht që ndikohet. Sigurisht që ndikohet, për shkak se ne edhe i dim si sillen individ të caktuar, ne i dim që në vend që të reduktohet intensiteti i ndikimit, intensiteti shkon duke u rrit. Dhe na krijohen të shtyqëtur mikrooligarkët. Brenda një periudhe të caktuar, gjenerojnë të tjerë, dhe ata më të veçlit rriten.
Pra në një mënyrë apo tjetër krijohet se sistemi po i krijon ata. Dhe ata krijohen nga ajo që në një mënyrë apo tjetër e tjetërsojnë pasurinë shoqërore. Se korrupsioni bëhet edhe në forma jo vetëm monetare. Korrupsioni bëhet edhe në forma të tjera, të drejta, për situata të ndryshme të cilët impaktojnë në shoqëri. Ne kemi humbur edhe sistemin e vlerave, ne kemi humbur kriteret e vlerave, ne nuk i kemi thjesht populli thot ku të humb mbarja, atëherë për rezilin s'ka ku gjë më, s'ka me çka krahasohet. Ai krijon sistemi këta oligark apo thjesht oligarkat e kushtosur? Po edhe sistemi i krijon pjesërisht, por shkak se sistemi nëse nuk ndërmerr masa, pra për përmirësim, sigurisht që në një mënyrë apo tjetër edhe i krijon. Shikoni që sa kohë sot kur flasim ne se do fillojmë me digitalizimin, do fillojmë me faturat elektronike, do fillojmë ende ka banalitete në për kompani, për mënyrën se si raportojnë, për mënyrën se si shkon deri aty çmenduria që parat që i marrin si subvencion kompanitë publike apo edhe këto me kapital aksionar shtetëror, për shteti që i marrin, i regjistrojnë si të ardhura. Dhe raportojnë dobifka. Për të marrë edhe mbi atë bazë edhe bonuse menaxheriale, në fakt janë lipës. Kanë shtridorën, qeveria u ka dhënë, ata i regjistrojnë në sistemet e veta të kontabilitetit si të ardhura. Dhe krijojnë profit, në thojsa. Profesor, këtë pjesën e çështjes së sistemit të oligarkëve duhet të ndërlidh me atë që e përmendëm më herët që 2-3 herë ndodh rritja e pensioneve pasi që në numër është shumë i madh numri pensionistëve, diku rreth 300.000 pensionistë që mund 338 që mund të garantojnë një ekzekutiv komod për një përbërje qeveritare. Nga ana tjetër, pjesa oligarkëve kjo që ata më herët nuk ndodh pjesa e rritjes rrogave, rrogës minimale, po njëkohësisht edhe harmonizimit, pasi që mund të jetë pak e dhimbshme në aspekt etik dhe moral kur e din që një i punësuar aktualisht po punon dhe i rritet rroga 1.600 dinar në vit, ndërsa një pensionist duhet merr diku 5 dinar. Unë kam shpreh diku edhe publikisht se vetëm gjë që mendoj se kujdeset mirë struktura e institucioneve tona, gjithmonë përmendi institucione, sa ati nuk janë përsëri them vetëm qeveria dhe qeverisja, është vetëmja kategori, po që është masovike, janë pensionistët. Sot është bërë më mirë të jesh pensionist në Maqedoni se punëtor. Sepse pensionet indeksohen më shpesh, më në rregull dhe në mënyrë më të them avancuese se sa pagat. Në anën tjetër, siç tham, edhe pagat kudo indeksohen, nivelizohen, nuk shkon përpjestimisht me produktivitetin. Pra, duhet ta kuptojmë një herë për gjithmonë që korelacioni, shikoni punëdhënësit që ka bëjnë, kundërshtojnë ata pagën minimale. Dhe në princip, kudo kundërshtohet paga minimale. Po një pagë aq minimale të kundërshtohet nga punëdhënës, të cilët në bilancet e tyre kanë profite milion shesh. Pra, po ta bëjmë korelacionin midis pagave të një kompanie dhe profitit, kjo është e pa akceptueshme. Është edhe jo ekonomike në kuptimin e investimit në ardhmëri, se paga në një mënyrë apo tjetër është faktor i prodhimit dhe motivim që të prodhosh edhe më shumë. Këta demotivojnë. Në anën tjetër prodhojnë gjithat efekte profiteve. Të shifni profiti në fund të vitit e ka filan kompania sa e ka pagën mesatare. Kjo është e pakrahasueshme. Në anën tjetër kemi edhe mungesë fuqisë punëtore. Në anën tjetër, pikërisht, por këtu është paradoksi tjetër. Se ne në vend që të zgjatim këmbën e shkurt, ne e presim këmbën e gjatë. Pra, me këtë ti edhe ato pak punëtorë që i ke, i demotivon dhe i detyron të shohin rrugë largimin në perëndim për një pak, ndoshta ose për një jetë edhe më të mirë.
Pra, shikoni këto paradokse. Dhe him në një rreth vicios që nesër ai i cili e ka bërë këtë veprim, ai vetë do piskasi pari. Ose do kërkoj pastaj na lejoni që të sjellim fuqi punëtore nga Azia Juglindore dhe këtu do gjejmë pastaj pakistaneze, filipineze, e të tjerë, që është gjë normale që pastaj pa asnjë nuk mund të jetë produktiv dhe i dobishëm atë sa mund të jetë punëtori vendor. A refuzon atin e t'ju a paguaj. Pagat a vetë krijojnë fitime dhe profite. Pse? Sepse shteti nuk e ka dhënë një normë të tatimimit progresiv në profitin. Dhe ta zënë tatimin vend para se ta bësh në të ardhurat personale, u desh të bësh tatimin progresiv në profit. Deri në kaq përqindje të kapitalit tënë, që i themi ne kthimi i investimit, return of equity, deri në 10% të ROE-s, kaq është norma e fitimit. Kaq është norma e tatimit në fitim. Që sa vite nuk e kemi Se kemi tatimin profit ne nuk e kemi ndryshuar për 2006-ës, 20 vjetë. 20 vjetë është 10%. Pra e ke parasysh? Dhe pra shoq këtë diskrepancë, pra këtu shteti duhet të bëj politika ekonomike. Po për t'i bërë të politika ekonomike, dikush një institut që u thash makroekonomike, modelimeve makroekonomike, e fiskale, e monetare, të jetë në një vend që të jetë i pavarur. Prandaj e them institut. Jo të jetë sektor në ministri, apo zyrë në ministrin përkatëse, ku do qoftë. Dhe ajo është në urdhrin dhe varësinë e ministrit. Dhe ku është në urdhrin e ministrit, ai do t'i bëj ato sipas porosisë. Sa është e rrezikshme pra sa mungesa e këtij instituti, pasi që shpesh e dim që ne si vend aktualisht është anomali e Ballkanit që kemi zgjedhje të shpeshta të përsëritura, kur e dim që një proces nuk mund të jetë deri në fund me atë të cilin mund ta projekton, qoftë i mirë apo i keq, tek ne shpesh ndrohen edhe politikat ekonomike varësisht prej qeverive të cilat vinë. Shiko, unë gjithmonë kam nënvizuar gatishmërinë dhe nevojën e caktuar që nëse një garnitur politike që i fiton zgjedhjet, duhet të kapet një herë për reformas përmbajtësore, substanciale. Dhe një herë t'i bëj ato me vetdije se në ciklin e ardhshëm zgjedhjeve do t'i humbë zgjedhjet. Ama me vetdije. Domethënë, e kalkulon riskun. Por pastaj, duke referuar reformave dhe suksesi, a do vi suksesi, të mund të rikthehet si fitimtar i sërishëm. Të ne nuk kemi pas strukturë, të them, elit politike, ta quaj elit në thojza se s'është për ta emëruar me atë emërtim, asnjëherë, jo vetëm tash, nuk kemi pas elit politike e cila në një mënyrë apo tjetër ka shikuar interesin e shoqërisë dhe shtetit mbi të gjitha, jo interesin e vet afatshkurt politik partijak. Përderisa nuk kjo dioptri nuk ndryshon, dhe kjo dioptri nuk ndryshon vetvetiu, pra sepse njerëzit dhe politikanët janë qenje të tilla, të cilët kryesisht pra shikojnë në afat të shkurt. Se në afat të gjata të thonë dhe vdesim. Në afat të shkurt i shikojnë intereset dhe gjë normale veprojnë si të tillë, prandaj edhe nuk ndodh një gjë e tillë. Pse vendet ndryshuan në kuptimin e standardit jetësor, funksionimit të institucioneve që u antarësuan në be. Po ktheni të mendojmë ku ka qenë Bullgaria, ju jeni i Rigës, ku ka qenë Bullgaria 2007-ën. Ne kemi qenë para antarësimit të Bullgarisë më shumë më të avansuar, ne kemi qenë Amerikan për Bullgarët. Mos themi 2000-ën, 95-ën. Ku janë ato sot ku jemi ne? Vetëm fakti të qenit pjesë e BE-s. Nuk është ato kanë marrë subvencione vetëm për i BE-s. Jo, po janë brenda makropolitikave, janë brenda sistemit të sjelljeve, dhe janë brenda kritereve që i përcakton një komunitet si që është BE-ja. Këto janë përfitimet që duhet jemi në pjesë e BE-s sa më parë dhe që të fillojmë. Se për ndryshe, nëse presim, se ne para do t'i bëjmë të gjitha këto detyrat e shtëpisë, me vetdije, me koshiencë, me vigjilencë, dhe pastaj do antarësohemi në BE, ne s'kemi për të antarësuar. Është vështirë. Dhe asnjëherë s'mundon pa përkrahjen e Bashkimit Evropian dhe pa u drejtuar vetëm nga brenda, cilat janë disa nga pikat që e çalojnë makroekonominë në vendin tonë dhe që
ndoshta asnjëherë nuk i është vë kujdes për të pasur një vizion më afatgjatë në të ardhmen. Shiko, është çështje komplekse, çështja makroekonomisë, ka shumë çka të cilët mund të diskutohen, është hapësirë shumë e ngushtë për të elaboruar të gjitha aspektet, sepse ne kemi ndryshuar shumë struktura ekonomike deri sot, në kuptimin nuk është më ajo struktura ekonomike e para 25 viteve, 30 viteve, sot ke një strukturë e cila dominohet nga sektori i shërbimeve, dominohet nga sektoret tjerë, si që tregtia dhe shërbimet të bëjnë ty 60% e GDP-s. Ti sot je nga prodhues i produkteve bujqësore primare në importues të këtyre produkteve. Ne kemi qenë vend bujqësor. Nga eksportuesi tekstilit, ne sot importojmë tekstil. Dhe kjo ka ndryshuar tërësisht. Nga industrit bazike, të ashtuqoj të përpunimit të ekurit, qelikut, e kështu me radhë, ne jemi importues dominant të atyre produkteve. E deri në çështje tjera, pra ka ndryshuar tërësisht struktura ekonomike. Dhe për të ndryshuar struktura ekonomike ka shkuar në mënyrë spontane, vetvetiu, atë sa tregu me fuqit, forcat e veta ka mund të orientoj. Pra nuk ka pas mundësi, se në makroekonomi është të vlerësosh, ti draftosh politikat dhe ti matish efektin e tyre. Në çfarë do politika makroekonomike kemi bën matje deri sot në kuptimin, po matjen ta bësh në afat të shkurt, jo ne si i bëjmë në shkencë pas 10 vitesh, se na duhen seri të dhënash. Pra ne pa pas të dhëna të qëndrueshme, pra ne reagojmë në një post festum, edhe deri të mangësit tona për çfarë studime shkapemi e kështu me radhë. Pra, në gjithë kontekstin e vetë makroekonomik, nuk është kjo ekonomi si që ka qenë para 3 dekadash, nuk është si ka qenë para 2 dekadash, nuk është si ka qenë edhe para 1 dekade. Në situatat caktuara, unë po jo kujtoj se kur patëm çështjen e Covidit, ne si Akademi Shkencave ofruam qeverisë që të bëjmë në një mënyrë një projekt i cili do t'i matë efektet e masave anti-Covid. Po, dhe disa u shpenzuan atëherë. Rreth 10 deri 12% të produktit bruto të brendshëm. Ajo është rreth 1.5 miliard euro. Direkt me masa ndikuese, ta lëm sa janë tjerat aspekt. Dhe ju nuk keni instrument të matni efektin e këtyne. Për pos perceptimit përgjithshëm. Sepse nuk deshi zëvendës kryeministri aso kohë Angjushevi, se do dilte dështak, po t'i kishim matë. Dhe ne pse i kërkuam një projekt që di kushtoj 80.000 euro që të bëjmë matjen permanente të efekteve të tyre. Kemi ofruar ndjekjen dhe matjen permanente të efektet të mbështetjes për eksport, rritjen e eksportit. Se ka pranu. Se ka pranu, sa atër do dilshin numrat në shesh. Pra, dërisa këshu silemi ndaj makroekonomisë dhe politikave makroekonomike, a gjë normale se nuk mund të presim që kemi rezultate tjera. Ne ecim në mënyrë spontane. E ke parasysh, shpesh themi jemi mësuar në kriza, kemi imunitet kritik, vazhdueshëm e kështu me radhë, mirë po prandaj rritjet mesatare të dalin 2%. Se ne s'kemi qëndrueshmëri të rritjes ekonomike, ku të kesh me potencialin e rritjeve ekonomike, se sa mund t'jetë, si mund t'jetë e kështu me radhë, do ish këtë diçka tjetër. Mos shkojmë më larg, ne kemi potencialet jashtëzakonshme. Po shikoni për shembull Kodrën e Diellit. Edhe tash ka 40 cm borë për të skiu. Kretë Maqedonia shkon në Bansko të skioj. Po ama, ai shkoni në Kodrën e Diellit dhe dëshojmë mund t'i kaloni ato 2 kilometra rrugë. As 2 kilometra nuk janë, 1 kilometër rrugë. Nuk është në gjendje 1 kilometër rrugë të pastrohet. Dhe ju nuk mund shkoni në. Këto janë insercion. Këto janë insercion. Profesor, ne kemi një moshë shumë të shtyër, themi për ekonominë e vendit, marrë parasysh nëse e krahasojmë me Kosovën, gjë që ndikon direkt në... Kosova ka një karakteristikë tjetër fare, sepse ata janë jashtëzakonisht inovator, janë edhe ndërmarrës, janë edhe riskmarrës. Tre komponente që tek ne nuk i kanë. Tek ne duan që të kenë siguri, mohin në komoditet, relacion konjunktural me qeverin, tenderat me qeverin,
e kështu me radhë. Kosovë sektori privat është jashtëzakonisht i fuqishëm. Sektori privat 1 dhe diaspora 2, me remitimet që i bajtin për familjet, e mbajnë gjallë Kosovës, e qeveria Kosovës nuk bën asgjë. Asgjë pothuajse. Të flesh mbi burimet energjetike dhe ta importosh energjinë, kjo i ndodh Kosovës. Vetëm Kosova e ka këtë rast të tillë, mirë po në aspektin e moshës rinore të cilën e ka dhe atyre 3 komponenteve të cilët e cekët jo. Çka bëjmë ne si shtet për të stimuluar të rinj që të jenë inovativ, të qëndrojnë në vendin tonë, të ofrojnë paga më të larta dhe të mos i lëshojnë. Unë mendoj se nëse do generalisht nuk mund të formulohet, por individualisht të marrim rastet se themi agregatja ndërtohet me bazën individuale. Shuma e individëve bëjnë agregatën. Ashtu që në këtë aspekt, nëse shikoni sa demoralizohen të rinjt. Shikoni si një ri i suksesshëm si trajtohet, ai ndiqet, sepse ka mas kritike. Ai nuk i nënshtrohet një sistemi që është amorf. Ai ka mendim kritik, ai do shprehe mendimin e vet, ai do të jetë i zëshëm dhe ai shpallet armik i nënës parti dhe armik i shtetit. Kushtimisht të them. Dhe në një mënyrë apo tjetër, ai shtyhet nga sistemi. Dhe ju zëm vendin, në vend atyne, ju zëm vendin të tjerët, të cilët janë servil, të përshtatshëm, tolerant, nuk kanë ndjenjen e të qenit i përgjithshëm. Gjitha këto parametra, po zavendësohen. Dhe kjo, po flasë në mënyrën individuale. Dhe nëse rafshin individuale shohesh se këto kritere, këto vlera, apo antivlera, më mirë me thëmë, funksionojnë, nuk mund të prit një ndryshime. Nuk mund të prit një ndryshime. Rruga e vetë me atëhere është perëndimi. Të mirët ikin të pare, të ke parasysh. Pra edhe vendet e punës sot, në institucionet e shtetit që dopsohen, e di kush e lishon ato institucione, ata që janë më të aftë se sasi mesatarja sistemit. Ti nuk e përballon mesataren në ati. Dhe ti e shes ajo të bën të lodhshëm, që thonë këto boring, nuk atraktive, bëhet më, si të them, e mërzitshme. Nuk pranojnë që të zvoglohen për të përshtatë në sistemi. Eksakt. Dhe ata ikin. Ikin, sigurisht, sepse nuk duan që të zvoglohen për të përshtatë, pasi që sigurisht ka shumë bukur e fatë. Duhesh me lëshu nivelin që të përshtatësh mesatare, po ndryshe je i papërshtatshëm, je incompatible, absolut i papërshtatshëm. Profesor, për fund, një pyetje sa i përket thashë temave tani në opinion për atë që projekti Bechtel Enka po mund të çalon në aspektin që mund të ridestinohen mjete për korridore apo investime infrastrukturore në pjesë të tjera të cilën ndjetin korridorin 10. Sa është e rëndësishme realizimi i korridorit 8, marrë parasysh lidhjen të cilët na e bën me portën. Unë mendoj se këto dilema u pastruan. Kishte në fillim të kësaj garniture qeverisë se do bëj zhvendosjen e projektit për shumë arsye në prioritet, mendoj, do bëj zhvendosjen. Mi po u pasa ajo është thjesht ndoshta ndonjë paragjykim, ndoshta ndonjë dëshire dikujt, por realisht që nuk ndodh dhe nuk mund të ndodh. Pra korridori 8 është në pjesën e hartës korridoreve evropiane, bile edhe pan-evropiane, që si tillë, pra është në prioritet, është në proces realizimit dhe fatmirësisht ato që cilët marrin pjesë në ndërtimin e tij janë të dëshmuar në cilësi. Sistemi si punojnë ata është krejtësisht specifik, të cilët din të jenë në kohë, din të jenë garantues në cilësi, por vlerat përfundimtare të projektit po thoj se janë të papërcaktuara. Keni parasysh është qelë. Dhe nuk jam i sigurt se sa do jetë kostot deri në fund, por jam i sigurt që do bëjnë në kohë dhe do bëjnë në cilësi. Dhe sa i rëndësishëm është, nuk mund është të vlerësosh vetëm me një deklarat. Unë kam pas shumë analiza rreth kyçëzimit të korridoreve, me që kam pas rastin edhe të jem në një mënyrë ndikues në përcaktimin e tyre, që 30 vite më parë. Harta e korridoreve pan-evropiane është draftu që në 94-ën, ndërsa është përcaktu në konferencën e Helsinkut në 97-ën. Unë si ministër kam qenë pjesëmarrës e nënshkruesi i kësaj.
Kështu që ato janë projekte të cilët kanë impakte të shumëfishme. Ne ku përmendim korridorin, ne nënkuptojmë korridorin rrugor. Nëse korridori është faku 3 dimensional, për të mos thënë edhe më shumë. Për pos rrugor, ajo është hekurëdor. Ajo është energjetik, ajo është telekomunikativ. Dhe në këtë aspekt, korridori 8 është lidhja më e drejtpërzejt me perëndimin. Korridori 8 është i tillë që arsyetimin ekonomik do ta ketë ku do e lidh komplet detin e Zi me detin Adriatik. Pra lidhja e detrave, korridoret i bën të arsyeshëm ekonomikisht. Nëse dikush merr ta bëj studimin e arsyeshmërisë ekonomike apo fizibilitetit, pa e pas komponentën e tranzitit në shprehje, asnjëherë me vëllimin e mallrave që ne importojmë e eksportojmë në korridor, nuk do të jetoj vetvete. Ta lëm pjesën e udhëtarëve. Po flasim këtu për hekurëdorën, po ashtu. Pra, arsyeshëm do jetë ai korridor vetëm ku do jetë komponenta e tranzicionit, që mallat edhe nga deti i Zi të dalin në detin Adriatik dhe që të mund të shkojnë perëndimit. Kjo komponent tranzite e arsyeton korridorin 8 ekonomikisht. Aspekte tjera, shikoni, ato janë rrugët, hekurudhat, infrastruktura. Të ju kujtoj, para 3-4 vitesh, këtu në Maqedoni, ishte në një konferencë që mbanim ne, aso ko organizonte Ministria e Financave, ishte Nikoqir, Forumi Ekonomik i Maqedonisë, FEM. Dhe patëm këtu fituesin e çmimit Nobel, Nobelistin Krugman, Paul Krugman. Dhe ai erdhi në një udhtim nga Ohri për në Shkup. Në konferencë, një nga makroekonomistët më të cituar në botë, fituesi i çmimit Nobel, mund ta konsideroni, ajo nis me vlerësimi rreth me këtë infrastrukturë. Unë çuditëm si arrini rritje për 2.5%. E ta mbyllim këtu pra. Kur një nobelist vinë dhe ju a thot atë në konferencë ku keni 700 pjesëmarrës dhe në mënyrën më relevancës maksimale keni rastin ta dëgjoni këtë vlerësim, nuk do koment, ne jemi afërti jashtëzakonisht të padukshëm në opinion për aspektet ekonomike krahasim me një fituesi i çmimit Nobel. Dhe ai pa hezitime këtë, pa ekuivoke, ne plasim fytyrë në Alexander Pallas, pikërisht këtë komponent. Habitem me këto korridore, me këto rrugë, ju si arrini këtë rritje ekonomike. Profesor, cilat do të pika më fort çka mund nxjerrin nga këto korridore përveç pjesës së transportit? A do të mund ta shfrytëzojmë ne për të mirën tonë që të jemi konkurrent në Ballkan apo tjetër? Sigurisht që po. Do të jemi shërbys të shteteve të tjera që ajo shërbys ai ka tarif, ai ka çmim. Pra ajo është aktivitet ekonomik. Çdo transport tranzitor, e keni parasysh se çdo aeroplan që fluturon në qiellin tonë, i lëshon ka 200-300 euro në. Nuk e shohim ne, apo është në largësi 11.000-12.000 metra. A vetëm ajo pika kryesore? Jo, ajo është vetëm kompenzim plotësues. Por përfitimi drejt për drejt është në një mënyrë apo tjetër na ofrohen tregjet tona. Ne kemi shumë shkëmbim në region. Pra, të ofrohen tregjet, të ulën kostot e mallrave tona dhe me këtë edhe rritim konkurrentshmërinë e qasjes në Evropë. Po këta maunet apo kamion që u themi që rrinë me ditë të tëra në për dogana, e që peripetit të ndryshme ballafaqohen, e që kostot të ndryshme kanë për të shku një 20 ton në Gjermani, tu qenë ta kesh në hekurudh, imagjino. Dhe tani ku dëgjoj ndërtimin e hekurudhës në Prishtinë-Durrës, në kuptimin e projektit ideor që kryeministri Rama e promovon, kjo është ardhmëria. Dhe përfitimet janë jashtëzakonisht të mëdha. Dhe jo vasisht Evropa është në këtë stat të zhvillimit sot. Nuk ka një alternativë. Ka shumë alternativa, ka shumë mundësi, nuk është e lidhur vetëm me transportin të them rrugor, ka transportin hekurëdor, ka transportin detar, ka alternativa të tjera dhe këto i krijojnë ekonominë. Ekonomia është organizëm i gjallë. Profesor, unë të falenderoj sinqerisht që pranove ftesën tonë dhe shpresoj që sa do pak kemi kontribuar në opinion. Faleminderit, ishte kënaqësi.
Nderuar shikues, faleminderit që qëndruat me ne brenda kësaj hapësire të bisedës son me profesorin universitar Abdulmenaf Bexheti. Bashkë mirupafshim.